Sipas jush si duhej vepruar në këtë rast, si me raportimin apo edhe me veprimet e drejtësisë për sa i përket mjekut? Të them të drejtën, ne jemi mësuar tashmë që lajmet bëhen publike nëpërmjet portaleve më shumë se sa kanë rëndësi, më shumë se sa bëjnë hetime autoritetet përkatëse, më shumë mundohen ta zbukurojnë lajmin portalet. Veç për disa klikime, të gjitha portalet I japin nuanca të ndryshme duke gjetur vetë ata dhe fajtorin. Si kjo ngjarje, por edhe shumë ngjarje të tjera, mendoj se nuk duhet të publikuar pa pasur një hetim të mbyllur, pa pasur një fajtor të shpallur nga organet e akuzës, nga gjykata, ne dalim dhe I vim gishtin personit duke I thënë që po ky e ka bërë. Pa pasur në rastin konkret nuk ka asnjë provë realisht. Sot doktori është në arrest shtëpie, gjë e cila nuk do të thotë që ai është fajtor, por as që nuk e bën për të mos qenë fajtor deri në përfundim të hetimeve. Bërja mediatike, dhënia aq shumë së ndikon negativisht si tek ata, si tek viktima, por edhe tek publiku. E qartë. Sepse pash edhe një reagim tuaj që kishit deklaruar që në këtë rast do donit të ishit avokatja e mjekut. Përse? Të them të drejtën, ishte një pyetje direkte nga gazetarja që më thoshte që a do pranoje. Patjetër që do pranoja, unë kam zgjedhur të mos e besoj personalisht, por edhe nga opinionet, nga diskutimet që kemi bërë me kolegë tjerë, unë mendoj se kjo gjëja më shumë është fryrë se sa është e vërtetë. Dhe duke besuar tek pafajësia, pa vënë fajtor fare as vajzën që ka bërë denoncimin, unë mendoj se rasti është më shumë është bërë buj se sa ka ndodhur me të vërtetë si situatë. Në qoftë se do kishte ndodhur, gjë e cila I takon organeve kompetente është diçka shumë e rëndë. Po marrim tani rastin hipotetik që ngjarja ka ndodhur. A mendoni se është mirë që gjithmonë të bëhet kaq masive denoncimet me zë dhe a ndikojnë këto më pas edhe në opinionin publik për sa I përket besueshmërisë së akuzat e bardha ose Ne nuk është se kemi dëgjuar të tjerë që bëjnë ankesa, përveç rastit të vajzës dhe të avokatës së vajzës, e cila kërkonte që të bënin denoncime tek ajo, gjë e cila dihet që në Shqipëri denoncimi, kallëzimi bëhet në polici, bëhet në prokurori, mund t'i drejtohesh gjykatës, por jo që të shkosh dhe të bësh denoncime dhe të shprehësh rastin tënd tek avokatët, gjë e cila ishte pak e gabuar, mendoj unë, ose e nxituar, ose nga që avokatja ishte në hapat e saj në profesionin e avokatisë dhe mendoj se ishte shumë e nxituar, gjë e cila u dha shumë nëpër media, që kërkonte njerëz që të shkonin dhe të bënin denoncime në lidhje me këtë mjekun. Mua nuk më duket fare korrekte nga ana profesionale, të them të drejtën. E qartë, pikërisht për këtë edhe po flisja, sepse në një farë mënyrë tani po gjatë gjithë kohës ka dalë, po publikohen edhe dëshmi të tjera në lidhje me mjekun, dhe kjo duket pak edhe si një përpjekje për të denigruar figurën, dhe këtu në këtë rast nuk po e marr në mbrojtje, por mendoj që në këtë moment është më mirë që duhet të flasë një herë drejtësia dhe t'ju lihet çështja palëve. Ju në profesionin tuaj keni hasur raste ndodh shpesh që viktim të bien pacientët? Domethënë nga aq sa ju I njihni çështjet edhe. Them të drejtën, unë kam thuajse një dekadë kam kaluar që punoj në profesionin e avokatës, nuk kam pasur në lidhje me mjekësinë, nuk kam pasur, kam pas mes kolegëve, por jo nga pacienti tek mjeku apo nga
Raste të tilla nuk është se kam pasur shumë, duke qenë që unë jam më shumë me profilit civil. E qartë. Nuk e di se si duhet të veprohet, si janë protokollet për të bërë një hetim korrekt dhe që ngjarjet të mos pavarësisht se mos jenë abuzive. Po, pavarësisht se kjo ishte një denoncim më pas edhe publik, por si duhet të veprohet që ngjarjet të mos rrjedhin. I gjithë faji zakonisht bie mbi media në të tilla raste. Mediat janë ata që japin shumë zë gjërave. Për të marrë disa klikime më shumë, e bëjnë qimentra, themi ne në gjuhë popullore. Unë mendoj se deri në përfundim të hetimeve, edhe për të mos u bërë pengesë, po as për të ndikuar pozitivisht, por as negativisht e këto hetime, po të flasim për rastin konkret, deri tani, me aq sa kam marrë unë edhe informacione, nuk ka asnjë provë. Thjesht janë fjalët e 21 vjeçares që ngrej akuza mbi mjekun, por që nuk kemi asnjë provë. Kemi një gjyshe që ka qenë tërkohës prezent, që në një moment tha s'kam parë asgjë, pastaj tha po e kam parë duke e puthur, gjë e cila bie në kundërshtim me ato çfarë vajza tha, pasi vajza thoshte ai tentoi të më puthe, jo më ka puthur. Kështu që më mirë t'ja lejmë të gjitha drejtësisë, të vendosë organi akuzës që mos kemi manipulime në këtë drejtim. Dihet se lajmet që bëjnë bujë publike, lajmet që dalin shumë nëpër media, ndikojnë edhe tek organi akuzës, pasi edhe prokurorët, edhe gjyqtarët i ndjekin rrjetet sociale, i ndjekin lajmet. Dhe mund të ketë një impakt edhe në vendimarrjen. Nuk besoj dhe nuk shpresoj, por mendimi im është se mund të ketë një indicie për të ndikuar, si negativisht edhe pozitivisht. Në fakt, kemi parë raste që shpeshherë opinioni publik, dashur pa dashur, ka ndikuar edhe në vendimin e drejtësisë për raste nga më të ndryshme, nga më të lehta deri tek më të rëndat. Mendoni se ky do të jetë një nga rastet kur opinioni publik i cili tashmë ka reaguar, se kemi parë reagime nga më të ndryshme, siç thamë, një numër shumë të madh denoncimesh në adresë të ishin denoncime që kishin 33 vite, më kupton ti? Një denoncim i ardhur që kishte ndodhur para 33 vitesh. Gjë e cila e bën thuajse të pamundur verifikimin e atij fakti. Ne nuk mbajmë mend dhe nuk jemi koshient për gjërat e ndodhura para një jave, imagjino për një gjë të ndodhur 33 vite më parë. Kështu që këto denoncime më shumë se për të bërë bujë publike, më shumë se për të bërë një lajm, nuk mendoj se do kenë efekt në sistemin gjyqësor apo në ndjekjen e mëtejshme. Pra në qasjen tuaj, drejtësia nuk ndikohet nga opinioni. Nuk duhet të ndikohet. Në realitet nuk duhet të ndikohet. Pastaj duhet pas parasysh se edhe ata gjyqtarët, prokurorët, njerëz janë që ndikimin edhe mund ta kenë, por që për të qenë të drejtë dhe korrekt me ligjin nuk duhet të ndikohen. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime. Faleminderit juve. Thank you.